Horoskopi ditor, 23 qershor. Dita kur një gjë mund të dalë krejt ndryshe nga sa dukej. Ka momente kur njerëzit janë aq të bindur për atë që po ndodh, sa nuk e mendojnë fare mundësinë që e vërteta të jetë diku tjetër. Por 23 qershori sjell një energji krejt të veçantë. Është një ditë ku përshtypjet e para mund të gabojnë. Ku një situatë që dukej e qartë mund të marrë një kuptim tjetër. Ku një person që mendon se e njeh mirë mund të surprizojë. Disa shenja do të kuptojnë se kanë parë vetëm një pjesë të historisë. Të tjera mund të zbulojnë se ajo që dukej pengesë po i mbron nga një zgjedhje e gabuar. Kjo nuk është ditë për vendime të nxituara. Është ditë për të parë përtej sipërfaqes, sepse pikërisht aty mund të fshihet përgjigjja që ke kërkuar. Dashi. Një derë e mbyllur nuk do të thotë gjithmonë refuzim. Ndonjëherë do të thotë se duhet të shohësh një hyrje tjetër. Kjo mund të jetë filozofia që të ndihmon më shumë sot. Një situatë që dukej e bllokuar mund të tregojë papritur një mundësi të re. Në punë, një zhvillim mund të të detyrojë të ndryshosh plan, por jo domosdoshmërisht objektiv. Në financa, do të jetë e rëndësishme të mos reagosh menjëherë ndaj çdo lajmi që dëgjon. Në marrëdhënie, një person mund të tregojë një anë që nuk e kishe parë më parë. Mos u fokusoni vetëm tek ajo që nuk po funksionon. Kjo ditë favorizon ata që dinë të përshtaten. Nëse arrin të shohësh mundësinë pas ndryshimit, mund të fitosh më shumë nga sa mendon. Demi. Një gur i çmuar nuk humbet vlerën vetëm sepse është mbuluar nga pluhuri. Sot mund të kuptosh se diçka që e kishe nënvlerësuar ka më shumë rëndësi nga sa kishe menduar. Në punë, një ide ose një përpjekje e vjetër mund të rikthehet në vëmendje. Në financa, një zgjedhje e kujdesshme mund të tregojë rezultatet e saj më shpejt se sa pret. Në marrëdhënie, një person mund të kujtojë pse ka pasur rëndësi në jetën tënde. Mos u nxit të heqësh dorë nga diçka vetëm sepse nuk ka dhënë rezultat menjëherë. Kjo ditë favorizon durimin dhe vlerësimin e asaj që tashmë ke ndërtuar. Nëse arrin të shohësh vlerën reale të një situate, mund të marrësh një vendim shumë të zgjuar. Binjakët. Një mesazh i shkurtër mund të ketë më shumë ndikim se sa një bisedë që zgjat me orë. Kjo mund të jetë energjia që të shoqëron sot. Informacionet do të lëvizin shpejt dhe disa prej tyre mund të kenë peshë më të madhe nga sa duket në fillim. Në punë, një kontakt ose një komunikim mund të hapë një rrugë interesante. Në financa, mos u mbështet vetëm tek entuziazmi i momentit, kontrollo edhe detajet. Në marrëdhënie, një person mund të thotë diçka që ndryshon mënyrën si e sheh situatën. Mos fol vetëm për të mbushur heshtjen. Kjo ditë favorizon dëgjimin dhe vëzhgimin. Nëse arrin të kuptosh atë që fshihet pas fjalëve, mund të fitosh qartësi të madhe. Gaforja. Një busull nuk të tregon sa larg je nga destinacioni, por të kujton drejtimin që duhet të ndjekësh. Sot mund të ndjesh pikërisht këtë. Një situatë emocionale mund të japë një sinjal të rëndësishëm për atë që duhet të bësh më tej. Në punë, mund të kuptosh më qartë se cili rrugëtim të sjellë më shumë qetësi dhe siguri. Në financa, do të jetë e rëndësishme të mos veprosh nga pasiguria e momentit. Në marrëdhënie, një afrim ose një bisedë mund të sjellë qartësi që të ka munguar prej kohësh. Mos kërko të gjitha përgjigjet menjëherë. Kjo ditë favorizon reflektimin dhe intuitën. Nëse arrin t'i besosh asaj që ndjen, mund të kuptosh shumë më tepër nga sa duket në sipërfaqe. Luani. Një flamur nuk valvitet sepse era është e fortë, por sepse ka arritur në një pikë ku mund të shihet nga larg. Kjo ditë mund të sjellë pikërisht atë lloj energjie. Një situatë që ka kaluar pa u vënë re mund të marrë papritur vëmendjen që meriton. Në punë, mund të shfaqet një mundësi për të treguar aftësitë e tua para njerëzve të duhur. Në financa, një vendim i marrë me vetbesim mund të rezultojë më i vlefshëm nga sa mendon. Në marrëdhënie, dikush mund të shohë ndryshe nga sa të ka parë deri tani. Mos e ul vlerën tënde për të përshtatur me pritshmëritë e të tjerëve. Kjo ditë favorizon autenticitetin.
Nëse arrin të jesh vetvetja pa hezitim, mund të fitosh shumë më tepër se sa pret. Virgjëresha. Një çelës i vogël mund të hap një derë shumë të madhe dhe sot mund të kuptosh se zgjidhja që kërkon nuk është aq larg sa mendon. Një detaj që deri dje duke i parë rëndësi mund të bëhet elementi që ndryshon të gjithë pamjen e një situate. Në punë, një organizim më i mirë ose një informacion i saktë mund të jap avantazh. Në financa, një kontroll i kujdesshëm mund të shmangë një gabim të panevojshëm. Në marrëdhënie, një sqarim i vogël mund të sjellë më shumë qetësi se sa një debat i gjatë. Mos kërko përgjigje të komplikuara. Kjo ditë favorizon thjeshtësinë dhe logjikën. Nëse arrin të fokusohesh tek thelbi i gjërave, mund të gjesh një zgjidhje që të ka shpëtuar deri tani. Peshorja. Një melodi nuk bëhet e bukur nga një notë e vetme, por nga mënyra si lidhen të gjitha bashkë. Kjo mund të jetë tema e ditës tënde. Një situatë që duke e copëzuar mund të fillojë të marrë kuptim kur sheh pamjen e plotë. Në punë, një bashkëpunim ose një marrëveshje mund të sjellë rezultat më të mirë nga sa kishe menduar. Në financa, mund të kuptosh se ekuilibri është më i rëndësishëm se sa fitimi i menjëhershëm. Në marrëdhënie, një person mund të tregojë dëshirë për afrim ose mirëkuptim. Mos u përqendro tek ajo që mungon. Kjo ditë favorizon ndërtimin e urave dhe jo të mureve. Nëse arrin të shohësh potencialin e bashkëpunimit, mund të fitosh shumë. Akrepi. Një hije tregon se ka dritë diku pranë dhe kjo mund të jetë metafora më e mirë për energjinë tënde sot. Një situatë që duke e paqartë mund të fillojë të zbulojë pjesët që kanë munguar. Në punë, një informacion ose një zhvillim mund të ndihmojë të kuptosh më mirë se çfarë po ndodh në prapaskenë. Në financa, mos u mbështet vetëm tek përshtypjet, kërko faktet që i mbështesin ato. Në marrëdhënie, një e vërtet mund të dalë në sipërfaqe dhe të sjellë qartësi. Mos u nxit të reagosh menjëherë ndaj çdo zbulimi. Kjo ditë favorizon durimin dhe analizën. Nëse arrin të ruash qetësinë, mund të shohësh shumë më qartë drejtimin që duhet të ndjekësh. Shigjetari. Një horizont i ri nuk shfaqet gjithmonë kur ngjitesh në një mal, ndonjëherë shfaqet kur guxon të shohësh përtej atij që ke përpara. Kjo mund të jetë energjia që të shoqëron sot. Një ide, një propozim ose një zhvillim mund të bëjë të mendosh më larg se sa kishe menduar deri tani. Në punë, një mundësi mund të tregojë se rruga që ke zgjedhur ka më shumë potencial se sa dukej. Në financa, një rast interesant mund të vijë nga një drejtim i papritur. Në marrëdhënie, një person mund të japë një arsye për të parë të ardhmen me më shumë optimizëm. Mos u kufizo nga planet e vjetra. Kjo ditë favorizon zgjerimin e horizontit. Nëse arrin të mbetesh i hapur ndaj sëres, mund të zbulosh diçka shumë premtuese. Bricjapi. Një kull nuk bëhet e lartë brenda një nate, por nga vendimet e sakta të marra çdo ditë. Sot mund të kuptosh se disa nga zgjedhjet e tua të së kaluarës po fillojnë të tregojnë vlerën e tyre. Në punë, një përpjekje që nuk ka marrë vëmendje mund të fillojë më në fund të vlerësohet. Në financa, një vendim i kujdesshëm mund të sjellë më shumë stabilitet për periudhën që vjen. Në marrëdhënie, dikush mund të tregojë respekt ose vlerësim në një mënyrë që nuk e prisje. Mos e marr progresin vetëm me shpejtësinë e rezultateve. Kjo ditë favorizon qëndrueshmërinë dhe durimin. Nëse vazhdon të ecësh me të njëjtën përkushtim, mund të kuptosh se je më afër objektivit se sa mendon. Ujori. Një rrymë e padukshme mund të ndryshojë drejtimin e një lumi dhe sot mund të ndodhë diçka e ngjashme me një ide ose një mundësi që shfaqet papritur. Një bisedë, një takim ose një mendim i ri mund të bëjë të shohësh një situatë nga një kënd krejt tjetër. Në punë, kreativiteti yt mund të hapë një derë që të tjerët nuk e kanë parë ende. Në financa, një rrugë jo tradicionale mund të fshehë potencial të rëndësishëm. Në marrëdhënie, një surprizë mund të ndryshojë atmosferën e ditës. Mos kërko të mendosh si të gjithë të tjerët. Kjo ditë favorizon origjinalitetin dhe guximin për të provuar diçka ndryshe. Nëse arrin t'i besosh vizionit tënd, mund të dallosh një mundësi të veçantë.
Peshqit. Një reflektim në ujë ndryshon sa herë që ndryshon drita dhe kjo mund të jetë metafora më e mirë për energjinë tënde sot. Një situatë që e ke parë në një mënyrë mund të marrë kuptim krejt tjetër kur sheh një detaj që të kishte shpëtuar. Në punë mund të kuptosh më qartë se cili drejtim të sjellë qetësi dhe përmbushje. Në financa do të jetë e rëndësishme të mos marrësh vendime nga pasiguria e momentit. Në marrëdhënie, një gest i vogël mund të ketë peshë shumë më të madhe nga sa duket. Mos e injoro intuitën tënde. Kjo ditë favorizon reflektimin dhe qartësinë e brendshme. Nëse arrin të dëgjosh atë që ndjen vërtet, mund të marrësh një përgjigje shumë të vlefshme. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën pamja nëse mendon se kjo energji lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.